Tevrati tashmë kishte problem, ishte humb. Thot, a mundet ti me na sjell pra edhe një herë Tevrati? Uzeri, ç'është interesantja, kishte pas një dije dhe më të veçantë, thot. Unë e di thot ku është Tevrati që është mshef. Pse është mshef? Se sundimtarë të tjerë, të cilët Beni Israelit i kanë sulmu vazhdimisht, edhe që kanë qenë prej politeistëve, prej besimeve të kota, ta janë friksu që Tevrati do të humbet dhe Uzeri mban mend që dikush nga Beni Israel të mendohet që baba i tij e kishte fsheh dikun Tevratin dhe për ta ruajtur, domethënë Tevratin si libër të shkruar tashmë, domethënë në letër, po i them letër, Allahu dhe më së miri, e ka deponuar dikun në një vend, e ka futur thellë në tokë dikun, në vend të caktuar. Dhe kur shkon, pa kur farë dileme, e gropojnë vendin, mihin atë dhej aty, dhe e gjejnë Tevratin. E gjejnë Tevratin, por fletet janë të kalmura. Për këtë po e themi letër e Allahu din më së miri. Të themi letra atëherë ndoshta është periudha e hershme dhe shkenca na thotë që nuk ka qenë zbuluar letra, por a kanë mund të jenë ato riskat e drujve, edhe ato kanë mund të jenë, edhe që është shumë e logjikshme që ato kalben kur i kap lagështia në tokë në dhe e rëndësishme Tevratin tashmë ai nuk e gjen, mirë po në fakt tash kujtohet. A di unë përmend që e shef vetën se 100 vite janë pyetje, ani pse ka qenë në gjumë, thuhet se i kanë ardhur si 2 drita, janë futur në gojë, kanë pa njerëzit afër tij dhe fillon ta citoj fill e përpeni Tevratin që e kanë bajt në mend. Dhe kur e pan Beni Israelit se Tevrati i tyre uri kthye dhe Uzeri vërtet që ka ai që e ka ditë Tevratin sepse po e din tash, e nuk ka njerëz nga të tashme që e din, sepse tashme është koha e vonshme shumë në mes të Musait dhe Isait, pra Tevrati është shumë domethënë si kam bjetu gjithë asaj kohe, përndryshe do ta kishte zbrit Allahu xhallahu xhelaluhu Injilin tash është zëvendësim i Tevratit. Dhe kësaj pra ata i binden fuqishëm Uzerit se ky vërtet qenë ka ajo mrekullia interesante, e çfarë bën? Ata tash kaluan në besim, glorifikim, që e bën gabimin, qysh e kanë bërë krishterët që e shpjeguam në javën e kaluar me Isajin birën e Mërjemës. Dhe i thanë, Uzeri është djali i Zotit. Allahu tha, në Kur'an përmendin, wa qalet al-yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalet an-nasara al-Masihu ibn Allah. Dhalika qawluhum bi afwahihim. Me gojët e tyre ata thonë, por kjo nuk është realitet. Jehudët, hebrejt pra thonë se Uzairi është djali i Zotit, e krishterët thonë Isa është djali i Zotit, e këto janë pretendimet tyre, janë fjalët tyre, e nuk është e vërtet dhe realitet as njëra as tjetra.